Zonja Osmani nuk ishte kandidate. Në atë kollaj flasim për Zonjën Osmani si kandidate për presidente, por realisht ajo nuk ishte kandidate për presidente, sepse s'ishte as e nominuar. Nuk e plotësoi, madje nuk ishte as emër i përvetshëm i përfolur. Ishte emër mediatik dhe emër i kuluarave politike her pas here. Disa informacione jo krejtësisht ndoshta të verifikuara me saktësi flasin që Abdi Gjiku në njërin nga takimet me zotin Kurti ka thonë mund të flasim për secilin, por jo për Zonjën Osmani për president. Pra e kanë dëbuar që në krye të negociatave. Tani, kjo sot qëndron nuk e di, por unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë një lojë jo të drejtë me Zonjën Osmani, duke përdorur në momentet e fundit, në minutat e fundit e emrin e saj, duke ngritur letrën me 15 nënshkrime sikur gjoja se janë të Zonjës Osmani, mirë po nëse dëgjohet me kujdes fjalia që tha zoti Abdi Gjiku atë natë, nuk ishte që këto janë nënshkrime për Zonjën Osmani, po tha mund të jenë edhe për Zonjën Osmani. Pra mund të jenë edhe për Zonjën Osmani, nënkuptonte që s'është për Zonjën Osmani, po mund të jenë për të. Kësaj ata deshen ta kenë Zonjën Osmani si gjokerin në dorën e tyre për ta shfrytzuar kësaj radhe dhe për ta akumuluar votën e humbur gjatë zgjedhjeve veçanërisht gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, por edhe zgjedhjeve pasuese. Mirëpo Lidhja Demokratike e Kosovës edhe një fjali rreth kësaj pjese, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk duhet të faturojë gjithë dështimet prej vitit 2021 që ndej Vjosa Osmanit. Duhet të jemi korrekt, zonja Vjosa Osmani ka qenë një presidente e mirë. Unë mendoj që ajo ka qëndosh ta vazhdonte të ishte presidente e Kosovës për shkak të kontaktit të saj ndërkombëtar veçanërisht, rolit të saj pozitiv veçanërisht në 2-3 vjetët e fundit dhe përvojës së saj të krijuar. Por Zonja Osmani në javën e fundit të detyrës së saj si presidente bëri disa gabime